Vijon me dyert të mbyllura procesi gjyqësor për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani. Në seancën e radhës u paraqitën për të dëshmuar 5 të mitur, në cilësinë e personave që kanë ndjeni për ngjarjen tragjike të ndodhur pak muaj më parë. Mes dëshmitarëve ishte edhe i mituri me iniciale KB, i cili ndodhej në vendin e ngjarjes në momentin e krimit, edhe për të cilin familjarët e viktimës kanë shprehur më parë pretendime. Në përputhje me parashikimet ligjore, të miturit janë pyetur pa praninë të pandehurit Mario Përlleshaj, i dyshuar si autori vrasjes. Ky i fundit përmes avokatit të tij mbrojtës ka mohuar deri më tani që të ketë qelluar drejt Martin Canit, duke pretenduar se synimi i tij ka qenë Luis Meçe, i cili mbeti i plagosur. Në seancën e ardhshme, që pritet të zhvillohet në ditët në vijim, janë thirrur për të dëshmuar edhe 7 persona të tjerë, 4 prej të cilëve janë të mitur, sërish në cilësinë e personave me dieni për ngjarjen. 14 vjeçari Mario Përlleshaj, deri më tani autori i vetëm i dyshuar se ka qelluar ndaj bashkëmoshatarit të tij Martin Cani, ngjarje që tronditi pak muaj më parë të gjithë vendin. Ndodhet në paraburgimin e Kavajës, ndërsa të gjitha kërkesat dërguar nëpërmjet palës së tij mbrojtëse për zbutjen e masës së sigurisë janë rrëzuar nga të gjitha shkallët e gjyqësorit.